Ndikimi i dikurshëm, brutal, fizik, përfshirë këtu edhe rrahjet e vrasjet, nuk ka qenë i mundur më. Si zëvendësim janë rritur forma tjera të kërcënimeve hibride, kryesisht joshja dhe kushtëzimi financiar, shantazhi e friksimit e kërcënimit, por edhe sulmet kibernetike. Vetë presidenti i Serbisë ka inkurajuar çdo aktor shtetëror e jo shtetëror serb që të përfshihet në zgjedhjet e Kosovës. Për këtë qëllim, rol ekzekutiv ka pasur kryeterroristi Milan Radojčić, apo njeriu i cili ka marrë detyrat për Kosovën nga presidenti i Serbisë. Në këtë skemë të ndërhyrjes kemi identifikuar 7 instanca apo aktor shtetëror e jo shtetëror të Serbisë. I pari është presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i dyti është kryeterroristi Milan Radojčić, pastaj është drejtori të ashtu quajturës serbe për Kosovë Petar Petković, Agjencia e Inteligjencës së Serbisë BIA, mediat serbe të kontrolluara nga pushteti në Beograd, lista serbe dhe së fundmi edhe struktura ilegale përfshirë këtu bankën postare kursimore, qendrat sociale, zyrat e pensioneve, MTS-i, Telekomi i Serbisë, si dhe ish pjesëtar të Policisë Kosovës. Janë përdorur të paktën 10 metoda. E para, joshja financiare, përmes përfitimit të mbështetjes financiare prej 20.000 dinarësh, ose rreth 107 euro, në baza mujore për gjithë personat e moshës madhore që janë pa punë. E dyta është kurzimi financiar përmes rrezikimit të humbjes së beneficioneve financiare, aty bëjmë pjesë pagat, pensionet, shtesat për fëmijë, ndihmat sociale e të tjera. E treta është përçarja e rivalëve të listës serbe. E katërta është shantazhi e presioni për të mos mbështetur në asnjë formë subjektet e tjera përveç listës serbe. E pesta është kërcënimi për të larguar edhe nga këshillat e vendvotimeve. Gjashta është regjistrimi të ashtu quajturve votuesve të sigurt, përkatësisht përpilimi listave të caktuara si votues të sigurt nga pikpamja e tyre. E shtata është transporti i organizuar i votuesve nga Serbia në Kosovë. E teta është organizimi i votimit kolektiv në qendra votimi. E nënta është kontrollimi i votuesve gjatë ditës së zgjedhjeve në afërsitë të qendrave të votimit dhe së fundmi është edhe shenjëzimi i fletvotimeve. Jedna radikalna autoritarna vlada i vlast su ljudi koji su beskrupulozni, koji su notorni lažovi i manipulatori koji žele da iskoriste kosovske Srbe za svoje lične interese. Znači, oni koriste kosovske Srbe kao jedan mehanizam upravljanja, mehanizam koji je također ponekad korišten kao element za destruktivnost, ne za konstruktivnost. Oni ne žele da mi imamo punu integraciju ili skladan život na Kosovu, nego baš suprotno od toga. I verovatno ono što vi svi pratite ponekad, pogotovo zadnjih meseci, ono što se dešava u Srbiji je stvarno jedan odraz nevjerojatnog velikog revolta koji građani osjećaju, bilo da su studenti, srednjoškolci ili sami građani. Znači, ovo je samo, nazvao bih za vlast u Beogradu, prirodan sled okolnosti koji će na kraju rezultirati time da ta vlada, ta vlast na čelu sa Vučićem jednom odi iz naših života, jer su najveću štetu napravili i uporno prave svaki put upravo kosovskim Srbima na koje se stalno pozivaju da ih navodno štite.